janë zhvillime të cilat nuk parashikojnë asgjë pozitive, por edhe janë zhvillime të cilat edhe testojnë edhe forcën e palëve në terren. Praktikisht nyja gordiane të gjithë përballjes amerikano-iraniane është ngushtica e Hormuzit. Dhe kapaciteti i Iranit për ta mbajtur të bllokuar dhe pastaj kapaciteti i Shtetit Bashkuar për të pasur mundësi për ta hapur. Për të garantuar lëvizjen dhe kalimin e lirë të mallrave dhe mjeteve detare. Natyrisht që në avantazh është Irani ka një avantazh shumë të rëndësishëm për shkak të pozicionit në geografik. Edhe për shkak të mënyrës se si e ka ndërtuar ose më sakt e ka parashikuar ngushticën e Hormuzit si pikën e nxehtë të një përballje të mundshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Irani nuk fiton dot një luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e vetëm mënyrë se si mund t'i dëmtojë ato është nëpërmjet mbylljes apo bllokimit të ngushticës së Hormuzit. Në anën tjetër, lufta detare është gjithmonë shumë problematike për shkak të mjeteve që përfshihen, për shkak të specifikës së madhe që ka terreni deti në rastin konkret, pa mundësisë për të garantuar mbyllje totale 100% dhe zhbllokim total 100% të ngushticës së Hormuzit. Ideja është që edhe pse Irani mund pretendojë që ngushticën mund ta mbyllë totalisht, ose edhe pse Shtetet Bashkuara të Amerikës mundet pretendojnë që mund ta çlirojnë totalisht, asnjë nga këto pohime nuk është i vërtet, në kuptimin e asaj që është thuajse pamundur ta bllokosh një hapësirë detare 100% dhe po ashtu edhe ta zhbllokosh përderisa ka aktorë cilët kanë mundësitë teknike për ta bllokuar, në mos për ta bllokuar, për ta bërë të vështirë dhe të paparashikueshme lundrimin detar. Okay. Pra, strategjia e Iranit nuk është bllokimi total, sepse është i pamundur bllokimi total, por është krijimi i pasigurisë në reaktorët e ndryshëm civil, kompanitë e detare, kompanitë që bëjnë sigurimin e anijeve. Gjithë problemi i madh është tek rritja e primit sigurimit të anijeve. Këtu është problemi i madh, ajo që shkakton zinxhirin pastaj të mëpasshëm të spiralen e ngritjes çmimeve kështu me radhë, sepse deri në momentin që po flasim ne nuk kemi parë shkatrime masive të anijeve. Kemi parë anije që goditen, një ose dy anije që mund të jenë shkatruar, nuk është një numër shumë i madh, por ideja është ajo e pasigurisë. Dhe Irani ka kapacitetet për ta bërë pasigurt ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë, Klet, këtë sulmin mbi Emiratet e Bashkuara, si e vlerësove? Emiratet e Bashkuara Arabe janë simboli më i rëndësishëm i linjes mesme në raport me një perspektive e cila nuk shef zhvillimin vetëm tek nafta, po edhe tek burime të tjera. Janë kthy ndër vite në një prej formave të se si mund të rishpiket një shtet nga pikpamja ekonomike, por është një ekonomi e cila mund të cënohet lehtësisht nga turbulencat ndërkombëtare. Dhe nga kjo pikpamje, shteti i cili është një nga aleatët më të rëndësishëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, një nga konkurrentët e rëndësishëm të Iranit në kuptimin e influencave geopolitike në rajon, dhe në të njëjtën kohë një shtet i cili në turbulencat më të vogla pëson luhatje të mëdhaja. Dhe për këtë arsye është zgjedhur si një objektiv, kam përshtypjen, nga ana e Iranit. Pra është një objektiv i rëndësishëm, simbolik. Të mos harrojmë që Emiratet e Bashkuara Arabe janë një nga vendet më të armatosura në rajon. Është një vend shumë i vogël, me popullsi të vogël, por është shumë i armatosur. Ka qenë gjithmonë një nga
klientët më të rëndësishëm të industrive të armatimit, bile edhe një prodhues shumë i rëndësishëm në rajon i armëve, të llojeve të ndryshme. Përshtypja ime është që Irani kërkon që të krijojë një situatë pasigurie për aktorë të ndryshëm që cilët janë lidhur në mënyrë të ndërsjellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me baza, me aleanca ushtarake e kështu me radhë. Është një shpërthim deri diku i kontrolluar, pra është një goditje kontrolluar sepse nuk po godet, fjala vjen Kuvajtin, Katarin, pra nuk është një goditje. Jo, është e përqendruar dhe ajo që bën përshtypje Kledi është edhe që edhe pozicioni gjeografik i Emirateve shumë afër ngushticës. Bën përshtypje që ka zgjeruar edhe punën e atë bllokimin ku nuk duhet kalojnë, ku ka futur dhe këtë portin e Fuxheiras që kemi këtu. Një prej Emirateve të Bashkuara Arabe. Një prej Emirateve që përbëjnë Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra, domethënë e ka zgjeruar këtë, sepse duhet kuptojmë që nga porti i Fuxheiras ishte një mënyrë për të bypassuar ngushticën e Hormuzit. Pra, duket sikur e gjitha lidhet me ngushticën me Emiratet e Bashkuara. Si e vlerëson këtë vendim të Tiranit, se duket si një kundërpërgjigje ndaj bllokadës që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur gjithë ngushticës? Emiratet përtej pozitës gjeografike kanë një pozitë shumë specifike në rajon politike. Janë tmerrsisht aktiv nga pikpamja e marrëdhënieve ndërkombëtare, kanë një diplomaci e cila përtej vogëlsisë që ka vendi shef, ka një rrezë aksioni shumë më të madhe deri edhe në mesdhe, edhe në lindjen e mesme më të gjerë. Në mendimin tim arsyet përse goditet janë edhe për sa thash më sipër, por edhe për shkak të pozitës gjeografike që ato kanë. Praktikisht janë më afër po thua. Goditja, vendi i cili jo se gjatë luftës 2000, do nga 4000 ca, më tha Tafani herës tjetër, nga 4000 ca goditje me raketa dhe dronë që kishte bërë Irani, 2700 ose 800. Po pra, është vendi. Do të ishte kuptuar, po të shohim pozitën që ka një vend tjetër në rajon, që është edhe po ai i rëndësishëm, që është Omani, pozitë gati neutrale në gjithë këtë çështje. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pas një pozicion shumë afër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe Izraelit. Edhe Greqisë, po duhet të shtoj. Po. Aksi ka një lloj, është shkriju një lloj aksi. Prandaj po them që si thosh Arabia Saudite është një aktor shumë i rëndësishëm. Potencialin se thosh për ta konkuruar Iranin e ka shumë më të madh në rajon për shkak të ardhurave popullsisë etj. Emiratet janë një vend i vogël, shumë i lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po janë një peshë relativisht e mesme duke lidhur edhe me vendet e tjera, Bahreinin, Katarin edhe Kuvajtin, por janë edhe nga ato më aktivët. Pra, për shkak edhe pse janë një vend i vogël, nga pikpamja ndërkombëtare dhe ushtarake janë relativisht të rëndësishëm. Në këtë pikë Irani duke i goditur, se thosh kam përshtypjen që do edhe të kufizoj, ndoshta edhe në të ardhmen, një aktor politik i cili mund të jetë jo komod në të rajon. Dhe në të njëjtën kohë ideja është edhe që të thyej deri diku një lloj aleance solidariteti që ka pas mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, sepse ne nuk kemi parë një reagim shumë të madh nga Arabia Saudite në mbështetje të duhet të kujtojmë që Emiratet dolën dhe nga OPEC-u, se kjo pikërisht, edhe kjo është edhe një goditje, por është një goditje që vjen, kam përshtypjen, edhe nga ajo se në vitet e fundit, në të paktën që nga 2009, kriza ekonomike globale, OPEC-u është një organizatë e cila ka dalë pak ose ka humbur shkëlqimin edhe peshën që ka pasur dikur. Pra, e determinon deri një farë pike
çmimin global të naftës, ka dhe të produkteve të nuk e ka kontrollin nuk e ka kontrollin ka një kontroll të rëndësishëm, por jo të plot, sepse ka aktorë tjerë që janë fut lojë, e cilët determinojnë edhe imprimi Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe edhe vende të tjera. Emiratet në këtë pikë kam përshtypjen që në këtë rajon po shkojnë deri diku drejt një lloji izolimi, ose dalja është edhe një protest ndaj mungesës një lloj solidariteti që mund të vijë nga vendet e gjirit, pasi po mban deri diku edhe një peshë të luftës. Nuk është vetëm një peshë e luftës, por edhe një peshë e cila mund të impaktojë deri diku edhe vetë modelin e zhvillimit ekonomik që kanë Emiratet. Është një paradoks, janë një paradoks i madh Emiratet e Bashkuara Arabe, është një vend i cili deri diku është ripozicionuar në pozitën që ka pas dikur Libani para luftës civile, pra si një vend në atë zonë që runte një lloj neutraliteti, ishte një pikë kontakti mes botës perëndimore dhe lindjes mesme. Me luftën civile Libani vitet 80 e humbi këtë lloj roli, edhe deri tash nuk e ka më fare. Emiratet kanë zënë deri diku rolin e Libanit, por me një ndryshim. Me ndryshimin e asaj që ka qenë një shtet me një protagonizëm të theksuar në arenën ndërkombëtare, një shtet i mirë armatosur dhe një aleat i rëndësishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe sikurse tha dhe Izraeli. Ndërkohë, Klet, kalojmë pak në Europë, ku duket se po ndodh edhe një zhvillim i parajmëruar, në fakt që lidhet me faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërheqin rreth 5.000 trupa nga Gjermania. Si e vlerëson këtë tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila pothuajse çdo muaj na sjell lajme në lidhje me reduktimin e forcave të saj në Europë? Apo shkojmë tek një çarje përfundimtare, një ndarje përfundimtare e Europës me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Mbasi ka mbaruar lufta e ftohtë, ka pasur një lloj mirëkuptimi ose një lloj parashikimi, për cilin meqense trupat e Bashkimit Sovjetik u tërhoqën, edhe pse Traktati i Varshavës era aso kohë, u tërhoqën nga Evropa lindore, kjo gjë do ndodhte edhe me trupat amerikane, gjë që nuk ndodhi. Me trupat amerikane në Evropë. Kjo është se thosh segmenti i parë. Pra, në mungesën e një rreziku real, aso kohë trupat amerikane ndenjën. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë prezencë pak a shumë të njëjtë në të gjitha ato vendet ku kanë pas baza gjatë luftës së ftohtë. Në momentin kur ndodhi kriza në Ukrainë, pesha e këtyre trupave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Evropë teorikisht u bë më e rëndësishme. Por që me presidencën e dytë Trump edhe me orientimin të paktën në letër të politikës amerikane drejt lindjes largme, ishte mirëkuptueshme që një pjesë e aseteve ushtarake që ndodheshin në Evropë mund edhe të tërhiqeshin dhe të pozicionoheshin në teatro të tjerë të globit. Te një nga këto teatro do të ishte lindja e largme. Duke marrë parasysh këtë, neve mund ta shohim këtë lloj tërheqje pikërisht si një lloj rialokimi. Që s'ka lidhje me braktisjen e Evropës. Që nuk ka lidhje me braktisjen e Evropës, por mund ta shohim edhe si një lloj akti pak a shumë konkret, përmes cilit Shtetet Bashkuara të Amerikës ose presidenca Trump i bën të ditur Evropës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, po Evropës në përgjithësi, që trupat amerikane mund të mos jenë prezent më në Evropë ose numri i tyre mund të reduktohet. Por unë nuk e besoj që të shkojmë drejt një tërheqje totale, sepse tërheqje totale do të thoshte edhe çmontimi i të gjithë atyre infrastrukturës logjistike të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përdor gjërësisht në të gjitha operacionet ushtarake që kanë ndërmarrë kryesisht në lindjen e mesme në Afganistan, dhe në Afganistan për gjatë viteve nga vitet 90
e tutje. Ramsteini, baza kryesore amerikane në Gjermani, është vendi ku transportoheshin të gjithë të plagosurit nga konflikti, qoftë nga Iraku, nga Afganistani, e kështu me radhë. B-52-shet që janë nisë për të bombardu në Irak, ose nuk jam i sigurt për Afganistanin, po të paktën në Irak janë nisë edhe nga bazat ndryshme në Evropë. Pra, do të isha i çik i kujdesshëm për të folur për një tërheqje të Shtetet Bashkuara nga Evropa. I vetmi moment kur Shtetet Bashkuara mund të tërhiqeshin, do të ishte ose në një implikim shumë i madh në një teatër tjetër, gjendje pak a shumë lufte, qofse do të kishte një konflikt doftar me Kinën, por nuk e parashikoj një diçka të tillë, sepse do futeshin në lojë edhe armët bërthamore, pra një konflikt i tretë botror do të ishte shumë më intensiv, por i shkurtër, bile nuk do të lejë as mundësi për të disloku trupa ose për të parë betejë frontale siç ka ndodhur në luftën e dytë. Por kam përshtypjen që është e vështirë pra të teqësh dorë nga edhe në anën tjetër trupat amerikane mund të jenë edhe një moment si thosh presioni. Mund të përdoren, mos harrojmë që trupat amerikane janë vendosur në Gjermani jo për t'u kundërvënë Bashkimit Sovjetik, sepse nga momenti që janë vendosur nga viti 44-45, e themi viti 45 po, që në janar 45-s deri në kur mbaron lufta e dytë botërore dhe më tej, derisa filloi të kristalizojë ideja e një konflikti të ardhshëm me Bashkimin Sovjetik, perdja e hekurt, ata kanë qenë trupa okupacioni. Gjermania ka qenë ndarë në 3 zona okupacioni. Nga këto 4 zona okupacioni, 3 nga këto ishin fuqive perëndimore dhe 1 e Bashkimit Sovjetik. Dhe nga këto 3 zona okupacioni, të vetmet trupa që mbeten kanë qenë ato të Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat më vonë nuk qenë trupa okupacioni, por qenë trupa në mbrojtje të Europës, me një Gjermani të demilitarizuar. Duhet të thonë që Gjermania është një nga shtetet, Gjermania dhe Austria duhet të jenë 2 nga shtetet në Evropë, po të fuzim këtu dhe Finlandën, po mos e llogarisim, që kanë qenë pra 2 shtetet nga demilitarizimit në Evropë gjatë periudhës luftës së ftohtë. Edhe sot që flasim, ushtria gjermane ose kapacitetet mbrojtëse gjermane janë modeste. Ai plani famshëm i rematimit që parashikon Merz nuk bën gjë tjetër vetëse tenton ta vendosë Gjermaninë në të njëjtën pozitë siç mund të jenë edhe vendet tjera, fjalë vjen Franca dhe Polonia, që janë 2 vende të afërta me Gjermaninë. Franca dhe por aleanca që folëm Jo aleanca, po duhet të them që nga pikpamja e peshës ushtarake brenda NATO-s, Gjermania me vërtet ka kapacitete prodhuese shumë të rëndësishme, industrinë e rëndë, industrinë e armatimit e ka pasur gjithmonë komponent të rëndësishëm të aparatit industrial. Por vetë si ushtri ka qenë modeste. Pra ju rezervua njëti fakt. Madje i friksohen shumë faktit që tani më Gjermania ka vendosur që investojë më shumë. Ka qenë gjithmonë kjo frikë e një rikthimi të fantazmës militarizimit gjerman, sikurse para luftës parë botërore dhe para luftës dytë botërore. Ka qenë apo ka baza se? Frikë apo është skenar? Nuk e besoj saku që spektri politik gjerman trashëgon një lloj frike ndaj militarizimit të Gjermanisë. Pra ky spektër politik që shohim, nëse marrim rrafshin historik nga Republika Weimarit, fundi luftës parë botërore, është pak a shumë i njëjti spektër politik, me ndryshime ndaja, me disa ndryshime, po është bloku qendror i këtij spektri politik që janë këto forca liberalët, konservatorët dhe socialdemokratët, kanë qenë pak a shumë i njëjti që ka qenë periudhën e Weimarit, me shumë parti tjera të djata që u zhdukën nga qarkullimi. Mas luftës së dytë është po një spektër politik. Dhe po të themi, po të marrim parasysh historinë, armiqt më të mëdhenj të këtij bloku politik kanë qenë ushtarakët. Dhe unë nuk e besoj që është pra këto 3-4 forca politike kryesore në Gjermani. Ato që quhen hargut kushtetues,
e kanë frikën e një rikthimi apo të një lloj rimilitarizimi të shtetit gjerman. Do duhet të ndryshonin komplet politikën e jashtme ose ta përkthenin politikën ekonomike që kanë pas të jashtme, se kanë një politikë ekonomike të jashtme, kryesisht të penetrimin në disa zona që historikisht kanë qenë si një lloj obori i pasëm i Gjermanisë, është kryesisht Evropa qendrore, Hungaria, Austria, Kroacia, edhe ish Jugosllavia, Rumania, Bullgaria, e kështu me radhë. Pra që atë politikë të jashtme penetrimi që kanë pas Çekia me Slovakin, ta përkthejnë, atë politikë të jashtme penetrimi ekonomik, ta përkthejnë në edhe në politikë të jashtme e cila të implikojë edhe një pozitë ushtarake të fortë të Gjermanisë.